Dje duke shte situate tensionuar mes kryeministit e Kristian Miskoskit dhe njëri ndër krerët e Vlenit të Bilal Kasami, i cili është edhe kandidat për komunën e Tetovës, për sot tonët janë ulur ndjeshëm. Ka mjaftuar vetëm një takim mes tyre që marrëdhëniet të marrin kthes tjetër, ndërsa në opinion mbetet e paqartë se Miskoski ka arritur ta bindë Kasamin se është gabim apo është një reflektim i vet Kasamit. Kryeministri Kristian Miskoski në një prononcim për media deklaroi se është takuar me Kasamin për të biseduar lidhur me qendrimet e fundit të Kasamit për mbështetjen e kandidatëve në raundin e dytë të zgjedhor. I pari qeverisë tha se tani më Kasami ka filluar të dërgojë mesazhe ashtu siç i ngjashsoi një kryetari të një komune multietnike siç është Tetova. Po, jam takuar me Bilal Kasamin dhe mendoj se ai ka filluar të dërgoj ato porosi të vërteta që duhet t'i ngjasoj një kryetari të Tetovës multietnike. Miskoski theksoi se partia e tij dhe koalicioni janë aktualisht të përqendruar te rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku siç tha, aty ku garojnë me kandidatët e tyre, do t'i fitojnë të gjitha komunat, përfshirë këtu edhe Brvenicën dhe Korçovën. Tani jemi të fokusuar të rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, pres që VMRO TPMN dhe koalicioni të fitojnë në të gjithë komunat ku ka kandidat për kryetar komunash në këtë raund të dytë. Tashmë kemi fituar në këshillat e 58 komunave, 33 kryetar komunash janë zgjedhur, mbeten edhe 26, sa ka në rrethin e dytë. Kujtojmë se këto deklarata nga Miskoski vijnë pasi Bilal Kasami në një medium të Shqipërisë tha se ata do ta mbështesin kandidatin shqiptar në Korçovë dhe jo atë të VMRO-s. Pas kësaj, kryeministri deklaroi ditë më parë se ka pritur respekt nga Kasami dhe koalicioni Vlen për mbështetjen që u ka dhënë atyre në rrethin e parë. Përveç përplasjeve me Kasamin, Miskoski ka kërcënuar me shkarkim nga detyra edhe kandidatin tjetër të Vlenit për komunën e Brvenicës, Haqim Ramadani, pasi ky i fundit kërkoi unifikimin e votës shqiptare në këtë komunë.